Përkitazi me këtë, një specifike, ruajtja e familjes është gjithashtu prej shkaqeve që e ruan lidhjen tonë me Allahun, fenë tonë. Përgjithësi tona, ndaj grave tona, ndaj fëmijëve tanë, janë përgjithësi themeltare. Nuk duhet të anashkalohen, nuk duhet të nënvlerësohen. Për aq sa ne i nënvlerësojmë këto përgjithësi ndaj familjeve tona, për aq e kemi nënvlerësuar edhe fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ndërka që Allahu na tregon qartazi dhe prerazi në Kur'an se e kemi urdhër, është imperativ kuranor që ta ruajmë veten dhe familjet tona nga zjarri i xhenemit, nga ndëshkimi me zjarr. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ruani veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri, përmes ruajtjes së nderit, përmes ruajtjes së pasurisë, përmes ruajtjes së qetësisë dhe sigurisë së tyre, përmes ruajtjes së mirëqenies së tyre. Kësaj ne e ruajmë edhe fenë Allahut subhanahu wa taala.